Nëse flas për verë të bardhë apo të kuqe, varietet autokton apo i huaj e asocioj gjithmonë me një emër. Dasha Mirelezi. Mirë se erdha në Food Lovers podcast. Faleminderit për ftesën edhe urime për emisionin tënd. Faleminderit. Kënaqësi. Ky është një podcast që i kushtohet në fakt gastronomisë. Gastronomia është shumë e gjerë dhe nuk mund të identifikohej pa pijen magjike, pa verën. Natyrisht që jo, po gastronomia vetvete është një fushë sa e dashur për të gjithë, aq edhe komplekse. Kështu që me siguri do keni shumë punë për të kryer. Bashkë me ekspertët e fushës që kanë kontribuar jo pak në edukim, por jo vetëm, ndonjëherë dhe shpesh herë në ndryshime dhe mentalitetesh. Përveç se në edukim profesional, por edhe një edukim shumë të gjerë masash për të ndryshuar perceptime, mentalitete. Në fakt, është një udhtim që dikush do ta bënte. Fati është që ta nisnim. Për spari që në 2005. Kur e ke nisur Dash? Se më bën, siç e thash, pra nëse unë vërtet flas për verë, më asociohet me shoqatën e somelierëve dhe ty si përfaqësues dhe si drejtues dhe si më themelues i kësaj shoqate për shumë vitesh. Në fakt, personalisht me verën kam një qasje të kahershme që para viteve 90, si rezultati i pjesëtarëve të familjes që kishin të bënin me të, qoftë në agronomi, qoftë në verbërje. Dhe më pas, duke qenë se kam emigruar për një farë kohë në Itali, pata fatin të bashkëpunoja me disa le të themi ekspert të fushës. Shkollova në vitin 95-97, 95-96, 97 në Itali për sommelier. Dhe pas disa etapash edhe karriere, le të themi, profesionale, në 2005 konkretizuam sommelierin shqiptare, e cila pastaj direkt në 2007 hyri si kandidate, antare kandidate në sommelierin botror. Çfarë bëri kjo? Natyrisht që qëllimi nuk ishte thjesht bëjmë një shoqat dhe të kthejmë një glëng verë. Kur mendoj në 95-ën, ka qenë, pra, të flisje për verë, ka qenë një iniciativë që jo gjithkush e kuptonte. Ishim futuristik. Në fakt, nga njerë më vjen thuajse keq sepse duke sikur jemi akoma futuristik, pavarësisht që kanë kaluar tashmë 20 vite. Ka qenë një nocion që në themelimin e sommelierisë shqiptare, madje disi pak më përpara, ne kemi mbështetur prodhues vendas, qoftë brenda, qoftë jashtë vendit. Në 2003 kemi mbështetur kantinën kryesore të Shqipërisë të asaj kohe, kantinën Skënderbeu, në një event të jashtëzakonshëm që u krye në Maqedoni dhe Kosovë, ku duhej promovuar brendi Skënderbeu. Ku në fakt ishte një konkurrent, le ta quajmë, i brendit Skënderbeu që po zinte disi më shumë treg në vendet ku kjo kompani kishte tregun e konsumit, që ishte Stok 84, një tjetër brendi i prodhuar në Trieste. Nuk e harroj kur më kërkohej edhe një lloj slogani, sepse kishin dalë me sloganin Rock and Stop. Që në atë kohë. Dhe në për diskotekat e ndryshme konsumohej shumë për koktejle dhe në bare, Stok 84 në vend të brendi Skënderbeut. Dhe nuk do ta harroj që po ngjisja kodrën e Saukut me makinë dhe ndaloj duke pirë një kafe ke një nga ato restorantet aty dhe pastaj i bëj telefonat personit përgjegjës të marketingut të kompanisë. Dhe i them që unë kam sloganin. Emrin. Ma thuaj, më thamë. I thash brendi Strendi. Brendi Strendi. Dhe në fakt kemi shkuar. Flasim në çfarë vitesh? Në 2003. Okej. Para themelimit të sommelierisë shqiptare. Dhe kjo ishte, le të themi, një nga hapat e parë. Para këtij viti kam asistuar një aty prodhues shqiptar që
që tashmë kanë emrin e tyre, është nuk jam këtu për bërë publicitetin e askujt. Ne mund të përmendim këtë duam, i mbështesim produktet shqiptare, kështu që feel free. Për çështjen e si duhej, pra por flasim për vitin 2000, kur por rilinte, por rizgjohej dëshira dhe nevoja për prodhimin e verës. Aso kohë ishim në hapat e para edhe në ide. Në 2005 pastaj gjetëm terrenin e duhur, sepse kur erdha në Shqipëri, unë hapa një kompani timen që nuk kishte shumë lidhje direkt me prodhimin e verës, por ka lidhje me për atë çka është, le të themi, mirëmbajtja dhe shërbimet për sa i përket disa industrive të ndryshme, qoftë asaj ushqimore. Në këtë rast pata kontakte direkte me restoracionin dhe pata kontakte direkte me personat të cilët ishin shumë të etur për të kuptuar çfarë ishte dhe si ishte vera. Aso kohë mendoj që një vakt fillonte dhe mbaronte me një verë, sepse nuk duhet të konsumoheshin disa lloje verash, por ato lloj bestytnish gastronomike të tipit mëzen vera, kjo nuk shkon, nuk më pëlqen, nuk mund të pim këtë apo atë. Mendoj dhe për mungesë total informacioni dhe mbi të gjitha mungesë në një farë mënyrë edhe kulture në gastronomi. Mbaj mend që kam drekuar me 2 persona që pastaj u bën dhe ata themeltar të somelierisë shqiptare, ku i thash sot ju do drekoni siç do ju akshilloj unë. Dhe shkuam së bashku në një restorant ku një nga ish kamerierët e hotelit Arboris më njohu, të hotelit që dikur ishte një nga flasim shumë herët pra. Shumë herët. Dhe i kërkova mundësinë që ne të konsumonim disa vera të cilat i kishim me vete, sepse edhe vetë tregu ishte i vakët dhe i mangët me produkte cilësore. Atëherë në Shqipëri jo vetëm që kishte mangësi produkti, po kishte edhe mangësi kulture për çfarë flitej. Dhe importuesit blinin verat me një çmim vërtet qesharak, pra ishin vera të konsumin mas, dhe ja shistin në restoranteve këtu sikur ishin në mrekullia 7 e botës. Jo ka zgjatur për shumë kohë mendoj unë. Normalisht ka zgjatur nga vitet 90 deri në vitet 2007, 2008, 2010. Dhe ekziston akoma regulator tregu çmimesh. Nuk ka patur sepse ishin vetëm disa dhe ka patur ca rregulla. Ishte atëherë kur mallrat hynin pa dogan. Po disi pa dogan, pastaj nëse do bëhej dogan, kishin bërë monopole të fshehta që ky mund të kalojë këta tjerët i bëjmë një lloj muri që mos ta kenë kurrë mundësinë që të deportojnë në treg. Pastaj nuk ishte interesante vera se kishin interes për kafen apo për mallra të tjera të akcizës. Gjithsesi, kur kemi hapur 4 shishe të ndryshme vere dhe unë ja sugjeroja kamarierit çfarë duhet hapte dhe çfarë duhet na shërbente. Pasi drekuam që dreka mund të kishte zgjatur pak a shumë 2 orë, këta zotrinjt kur dolëm më thanë, ne kemi ngrënë, ne kemi pirë, dhe jemi shumë. Kemi pirë 3 veta 4 shishe verë dhe ne nuk na besohet që kemi akoma një kompleks aromash, shijesh që është një gjë që nuk ka ndodhur ndonjëherë tek ne. Dhe thash, kjo është puna e somelierit. Pra, jo vetëm që duhet ta njohë verën në kuptimin teknik të fjalës, pra duhet njohë jo vetëm atë çka është kultivari dhe si është sjell kultivari ndër vite, apo ku është prodhuar kjo, a është zona e tij apo jo, por duhet njohë edhe ushqimet. Pra, në vetvete, profesioni i somelierit nuk është thjesht personi që tund gotën, por ai që njeh shumë thellë atë çka është vera në kuptimin total, nga rrënja, pra nga ardhia, nga kultivari, nga vreshti, nga nëntoka, nga cili vit dhe si ka qenë ai vit, e më pas nga tek verbërja. Verbërja do të thotë teknika e prodhimit të verës. Dhe më pas si është stazhonuar apo stabilizuar ajo verë për të arritur në fund fare në si e kemi ruajtur verën. Dhe jo vetëm kaq, por duhet njohë patjetër
atë çka është gastronomia e zonës ku ai operon. Sepse pa e ditur çfarë ka gatuar shefi, është e kohët që mendojmë për atë që është kombinimi i një vere me një ushqim. Siç dhe nuk mbetet vetëm tek vera, sepse sommelieri nuk është baraz verë, por është gjithçka që ka lidhje me pijen. Me pijen. Pra, duke filluar nga uji deri tek çajrat e ndryshme. Sepse në një farë mënyre në Shqipëri ka një konotacion jo fort të drejtë për sa i përket asaj që është koncepti i sommelierit. Kështu nisi rrugtimi i sommelierit shqiptare me 5 veta. E më pas, direkt në vitin e parë të lindjes, themelimit pra, ne kemi kryer trajnime vit për vit, nga 2 deri në 3 trajnime për sommelier. Dhe krenohemi që kemi mbi 150 antarë të sommelierit shqiptare që kanë bërë trajnimin për sommelier, që kanë ndjekur trajnimet dhe që sot e kësaj dite një pjesë e mirë e tyre jetojnë jashtë Shqipërisë dhe kanë arritur, le të themi, vërtet sukses në fushën në jetën e tyre falë sommelierit shqiptare. Kanë bërë karrierë në sommelieri. Dhe jemi vërtet shumë të lumtur që kemi ndikuar pozitivisht në jetën e këtyre personave. Kthehemi pak në kohën e dikurshme. Jam pak kurioze sepse me sa unë di, me sa unë mbaj mend, pra që nga fëmijëria ime, ne kemi qenë një popull më shumë i orientuar për nga rakia. Të paktën dhe në mikpritje, dhe sa herë që prisni miq, ne gjithmonë kemi shërbyer raki. Dhe dua të di, kur ka filluar kultura e verës në kohën e komunizmit? Prodhohej verë, prodhonte shteti në atë kohë, sepse i vetmi prodhues ishte shteti. Kush ishin varietetet tona, si u zhvillua, pati një kohë që u stopua çdo gjë, pastaj me pjesën e 90-s, edhe si vijoi, si e rikapëm ritmin në një formë tjetër ndoshta. Arteta, ti me një pyetje do në gjithë historinë e vertarisë shqiptare. Ose unë nuk dua të ndërpres ty kur ti fillon, kështu që le t'i bëjmë të gjitha në një. Dhe ti më përmbledh si të kesh ti dëshirë, se jam e sigurt që do t'i sjellësh të gjithë përgjigjet e pyetjeve të mia. Keni bërë një pyetje komplekse baraz me një libër. Do ta fillojmë me atë çka le ta shtjellojmë. Atë çka në fakt është kultura e distilimit, pra e rakisë. Ka lindur si nevojë dhe si rezultat i asaj çka ishte periudha e jetesës. Sepse që në kohët e antikitetit është prodhuar verë në Shqipëri, në Ilirinë e dikurshme. Dhe këtë e ka shkruar Gai Plinius Sekondi, që këtu kemi kultivar të mirë, që i durojnë thatësirës dhe smundjeve dhe prodhojnë verë të mirë. Këto janë të shkruara dhe të dokumentuara qoftë edhe në Muzeun Arkeologjik të Durrësit mund t'i gjejmë, siç edhe në muze të ndryshëm. Por te kësaj, vera është prodhuar që në antikitet në Shqipëri dhe këto enët e ruajtjes dhe dorëshkrimet e ndryshme e vërtetojnë një gjë të tillë. E më pas, në periudhën e mesjetës, nuk kemi patur, le të themi, një vijimësi të prodhimit. Po jo në gjithë Shqipëri, vetëm në zonat caktuara. Në zonat caktuara kur kishim atë lloj kushtimi të ushtrisë osmane, e cila në një farë mënyre thuhet që e ndalonte prodhimin e verës. E vërteta është që e taksuan aq shumë, pra imagjinoni ta taksosh 100 fish që mos prodhohet. Detyrua që të mos prodhoj. Në këtë rast kur një vreshtar, kur një fshatar, kur një bujk kishte hardhia, kishte frut, çfarë do bënte me atë? Ja për një sasi ditësh konsumojnë frutin, po pastaj çfarë do bënte? Atëherë, duke qenë se nuk kishim më mundësinë që të prodhonim, sepse të prodhosh verë të duhet edhe ku ta prodhosh, të duhen të enët e ruajtjes. Në momenti që nuk i kemi enët e ruajtjes, sepse vjen tjetri dhe të kontrollon, atëherë çfarë do bëjmë? Do ta koncentrojmë alkoolin. Atëherë bëhet distilimi. Dhe prandaj, për 4 deri në 5 shekuj, një pjesë e mirë e Shqipërisë bënte atë që ishte koncentrimi i alkoolit, pra distilimi i mushtit, pra rakia. Në këtë rast, çfarë është në vetvete vera? Është energji që i nevojitet trupit dhe ne konsumojmë verën sepse kemi nevojë, jo për konsumin në të vërtetë të verës, por imagjinoni vetveten nëse ju do konsumoni diçka të dhjamë.
pas 2-3 kafshatash do ndalonin sepse do velesh ata. Nuk arrin dot më. Po për çfarë na shërben vera në fakt? Për të bërë një balancë, Për ta pastruar laboratorin e trupit njeriut që është goja. Për t'i thënë mundësinë që ne të marrim më tepër pra energjinë që ne na nevojitet. Në këtë rast, ne ka dy mënyra. Shkolla orientale e bazon, le ta quajmë, këtë lloj zhvillimi, këtë lloj kombinimi me substanca të cilat janë të freskëta acide, siç është rasti i llallës apo i kosit. Ndërsa shkolla perëndimore, pra pjesa tjetër e botës, e bazon tek alkooli. Në këtë rast vera i përmban qoftë një sasi të caktuar acidesh, acide organike sigurisht, qoftë edhe alkoolin, sepse kemi fermentimin e sheqernave që gjenden tek rrushi, pra ke fruti i rrushit. Në këtë rast ne e kemi patur në historikisht prodhimin e verës. Dhe jo 100% të Shqipërisë nuk prodhoi më verë, sepse në famullit ndryshme, në zona ku nuk shkonte dot ushtria pushtuese aso kohe, vazhdonte të prodhojë verë. pra Nuk arrinte dot nuk të i deportonte monitoronin dhe ato vazhdonin Kështu që prodhonin. domosdoshmërisht do prodhonin. Nuk Ndaj dhe ushua. disa kultivar tipik shqiptar, tani dalim ke ajo pyetja, vazhdimi i pyetjes, siç është rasti i sheshit zi, i sheshit bardh, i kallmetit, i debinës, i cërrues, i pulsit. Pra, disa kultivar Disa të veçantë variante. shqiptar, jo vetëm i rezistuan kohës, dhe kjo tregohet edhe nga moshat e hardhive dhe pjergullave që kemi akoma sot e kësaj dite në prodhim, sepse ne duhet imagjinojmë, duhet të dimë edhe si zhvillohet vetë hardhia. Imagjinoni një trung që ka një dimension relativisht të madh. Ajo mund zhvillohet, pra flasim për një trung që flasim rreth me një diametër rreth 35-40 cm. Këtu po flasim për 3-4 shekuj hardhi. Kjo do të thotë që në një farë mënyre aty çfarë kemi bërë me atë frut? Natyrisht që o verë raki. Dhe në zonat të caktuara, në zonat të tilla, pra zonat malore ku hardhit vazhdonin të mbilleshin dhe të kacavireshin në pemë të ndryshme, ato kanë qenë paprekura. Në një farë mënyre me frutat e tyre është vazhduar të prodhojë verë. Në periudhën e komunizmit ka qenë thuajse domosdoshmëri për shtetin shqiptar që të prodhojë vera. Dhe kjo fal Duke edhe patur dhe mundësi politikave prodhimi. Sigurisht. Por ka patur një lloj kopjo dhe prodho. Kopjoj dhe bëj. Si në shtete të caktuara, siç është rasti i Gjeorgjisë, që ka rreth 7.000 e ca 8.000 vite histori i prodhimit vere, apo i Bullgarisë, apo i Moldavisë, apo i Rusisë, pjesa e Soçit, pjesa jugore e Rusisë, Rumania gjithashtu, është prodhuar gjithmonë verë. Dhe është vënë re që aty bëhet biznes. E atëherë çfarë ka ndodhur? Shteti aso kohe, partia e punës e aso kohe komuniste, ka dërguar disa djem për ekspertizë, për të shkolluar, për të marrë dije. Po ku duhet ta merrnin dijen dhe ku e morën? Pikërisht në Francë, në Institutin e Vëretarisë në Bordeaux. Dhe këtu po flasim për Ahmet Osjan, profesor Ahmet Osja dhe Todi Gjermeni, që kanë qenë dy pionierët e vëretarisë shqiptare, të cilët pasi u shkolluan, erdhën në Shqipëri, studiuan komplet zonacionin shqiptar, rizbuluan edhe një herë atë që është gjenetika shqiptare. Pra në një tjetër këndvështrim. E pan që çfarë duhet bëhen, tani të vendosim gurin e duhur të puzzle-it në vendin e duhur. Pra, çfarë u bë? Përtej studimit filloi edhe mbjellja. Mbjellja e kultivarëve autokton dhe atyre aulokton. Duke marrë nga bota e jashtme më të mirën, pra siç është rasti i Cabernet Sauvignonit, Merlotit apo kultivarëve të tjerë më së shumti lindor, siç është rasti i Kacitelit, Kartoshës dhe Saperavit, dhe kultivarëve të tjerë shqiptar, duke filluar nga pulsi, nga kallmeti, nga bloshi, nga debina, nga sirina, nga sheshi bardh dhe sheshi zi, që ekzistojnë
dhe u bë banko gjenetike e vërshtarisë shqiptare. Këtu flasim për vitet? Për vitet nga 65 deri në vitet 90. Nga viti 65 deri në vitin 90, në qoftë se në kohën e mbretit Zog kemi patur 900.000 persona në Shqipëri pra që jetonin pak a shumë, dhe kemi patur pak a shumë 600 hektar gjithsej. Kjo është me census vreshtari, me pjergulla dhe vreshtari të mbjellë, po kryesisht ishin vetëm pjergulla. Në vitet 65 ka filluar mbjellja në zonat të caktuara, kodrinore sigurisht në Shqipëri, dhe kemi arritur deri në 23.000 hektar. Dhe Shqipëria rreth viteve 80 ka qenë një nga eksportuesit më të mëdhenj botëror të prodhimit të verave, eksportues dhe prodhuesi i verave. Dhe ne bënim clearing, pra dërgonim verë dhe merrnim ato që ishin o teknologjia ndryshme, ato që mungonin në Shqipëri. Dhe prodhimi bëhej? Dhe prodhimi bëhej i përqendruar. Kanë qenë 47 kantina dhe punishte të ndryshme. Kanë qenë 47 kantina dhe punishte të ndryshme për sa i përket rakisë. Pra kantina vere dhe punishte rakie. Të cilat me siguri keni dëgjuar për kantinën e Librazhdit, për kantinën e Kallmetit në Lezhë, kantinën e Gjergj Kastrioti sigurisht në Durrës, Ali Kelmendi në Tiranë, kantinën e Korçës, kantinën e Delvinës, ku Merloti i Delvinës ka qenë me famë. Kështu që dhe si të klasifikohej, pastaj kishte një lloj ndarje që ishte cilësia e parë, e dytë dhe e tretë. Pra, cilësinë e parë me atë natyrisht që ajo përzgjidhje ndahej për një konsum të personaliteteve të caktuara apo në zona të caktuara, dhe cilësia e tretë pastaj shkonte për konsumin popullor. Në një farë mënyrë konsumohej verë vetëm për rastin e festave apo në kush kishte mundësi pra që të blinte produkte të tilla. Pas viteve 90 ka patur një katarsis. Si në çdo gjë tjetër në fakt, kështu që po sipas mendimit tim, kjo ka qenë e stisur, nuk ka qenë rastësore. Ka qenë nxitse nga le të themi nga forca jo fort dashamirëse ndaj asaj që ishte le të themi industria agropërpunuese shqiptare. Sepse nuk kuptoj pse duhet shkosh ta presësh një hardhi e cila një pemë e cila të jep fruta. Dhe këtu po flasim nga 23.000 hektar të përfundojmë me 5.000 hektar. Është katastrofë. Është një pesta e asaj që normalisht duhet kishim. Dhe në momentin që mungon lëndë e parë, natyrisht që gjithë industria do shkonte pastaj në zinxhir shkatarues. Pastaj në pjesën e privatizimit, edhe çdo ndryshim që solli. Kjo më takon mua, kjo takon ty, por këto copëzimet kanë ndikuar totalisht për keq. Dhe përtej kësaj, çfarë ndodhi më pas? Më pas ne nuk kishim dot asgjë. Pra në disa vite, nga vitet 95 deri në vitet 2000, nuk kishim as për vete, jo për të bërë. Është konsumuar thjesht rezerva asaj që ishte. Dhe pastaj edhe vetë ata që ishin ekspertët e fushës u larguan nga Shqipëria sepse u gjendën të papunë totalisht. Dhe rreth viteve 2004-2005 u një reaktivizim, po, edhe këtë do thoja, pati një reaktivizim dhe një rizgjim të gjithë sektorit, duke filluar nga vreshtëria. Dhe në 2005 është themeluar sommelieria e Shqipërisë dhe në një farë mënyrë pati një ndikim dhe ka një ndikim të jashtëzakonshëm në ato që është jeta sociale në Shqipëri. Në 2007 kemi sjellë një grup ekspertësh, profesorë të vreshtërisë dhe teknologjisë të një nga instituteve më të vjetër në Ascoli, pra në Itali, të Ascoli Piceno's. Kemi bërë të mundur që disa nga ata që sot janë pronar kantinash të shkollohen jashtë Shqipërisë, duke bërë marrëveshje për marrje për shkollim, pra marrje burse nga ana e tyre pa shkollim pa kosto, do ta quaja. Vetëm që në një farë mënyrë vreshtëria dhe vertaria e Shqipërisë filloi edhe të ringrihet. Bashkëpunim me Universitetin Bujqësor që ishte në faza totalisht degraduese për sa i përket asaj që ishte enologjia, sepse vetëm me 2 profesorë dhe pa student, duhet ta mirë kuptojmë edhe atë që jepte mësim që kujt i japi mësim apo.
pse pa student? Po sepse nuk ishte industri për. Asnjë nuk donte të shkonte të kryente shkollim për enolog, në rast se nuk do kishte një punë thuajse siguruar. Dhe në fakt pjesa enolog, po edhe sommelierit vazhdon të jetë ndoshta jo fort e zgjedhur për efekt të kësaj gjëje ku do të punosh. Siç ne kemi parë dhe në restorantet më të mira që janë sot, të gjitha investimet maramonse që janë bërë, vazhdon t'i mungoj sommelieri. Nuk ka një sommelier. Unë realisht nuk arrit ta kuptoj si mundet që të harxohen vërtet resurse të jashtëzakonshme për gjëra që nuk janë kaq të nevojshme në restoracion, por nuk në një farë mënyrë investohet as pak, jo pak, po as pak në atë që është thesari i restorantit, që është vera, sepse në restorante nuk shkohet për të ngrënë një orist mirë. Natyrisht që shkohet për të ngrënë mirë. Por jo vetëm por le ta konsumojmë një glëng verë. Pra, kur fton dikë, e fton për një gotë verë. Sepse nuk jemi këtu në atë ambientin e ushqimit social që kemi vetëm 20 minuta. Do marrim atë energji në një formë shumë, le themi, kaotike, por i të shkuarit dhe i të konsumuarit një drekë apo një vakti në restorant është në të gjitha herët është një event më vete, sepse njeriu jo vetëm duhet të relaksohet, por bashkë bisedon apo ka një le të themi një event të tij personal dhe shkohet në restorant për të memorizuar momentet caktuara përtej ushqimit. Dhe në këtë rast, natyrisht që vera është shoqëruesja perfekte e vakteve. Kështu që kjo ka qenë ajo ndodhia e breshtarisë shqiptare. Dhe fati don që tashmë kemi mbi 50 kantina private. Këtë do thoja, le të rikthehemi pak tek prodhuesit aktual. Me çfarë është bërë, me si ka vajtur, me gjithë problematikat dhe peripecitë e kohës edhe të njerëzve gjithashtu. Në këtë kohë që flasim, mbas shumë investimeve që në kantina janë bërë, me projekte të ndryshme, me financime dhe personale, investime personale, familjare, mendoj që është zhvilluar sektori prodhimtarisë verës. Nivelin pastaj sigurisht që ka edhe do të ketë shumë për të bërë, po si e shikoni ju në këto momente, në këto kohë? Nga vitet 2004, 2005 e deri tani ka patur një hop të jashtëzakonshëm. Mund kishte patur edhe një, le të themi, një rritje disi më të mirë, më të organizuar. Një menaxhim më të mirë. Një menaxhim më të saktë. Dhe duhej të kishte një bashkëpunim me ekspertët për të mos humbur resursa dhe për të mos humbur kohë. Pse mos humbur resursa? Ke revistat e sommelierisë shqiptare kemi shkruar që para 15 viteve që qelësi i suksesit do jetë autoktoniteti. Pra është e kohë që mbillni Cabernet Sauvignon, Barbera, Sangiovese, Petit Verdot e tjerë. Jo se nuk duhen mbjell, por bota do kërkoj atë çka është autoktoniteti. Sepse nuk mundet që ne t'i bëjmë konkurrencë as Italisë, as Francës, as Gjermanisë, as Spanjës apo Portugalisë për produkte që ato kanë shekuj që i prodhojnë dhe i perfeksionojnë, që janë të tyret, qoftë si teknika, qoftë si kultivar. Kështu që ne e vetmja gjë që puzzle-it botëror i mungonte dhe tashmë nuk po i mungon më, është kultivari tipik shqiptar. Autokton. Kështu që faktori do bëhet faktor Shqipëria vetëm kur të kemi të paktën 85% me kultivar tipik shqiptar. Dhe atëherë kushdo nga prodhuesi shqiptar do i drejtoj syt jo më nga sasia, por vetëm nga cilësia, nga perfeksioni. Dhe fal zhvillimeve turistike, prodhuesit shqiptar kanë gjetur edhe hapësira në treg, sepse
është konsumuar gjithmonë nga vitet 90 e përtej është konsumuar më shumë t'i verë jo shqiptare. Kjo është si rezultat i disa faktorëve. Faktori numër 1 është kurioziteti. Duke qenë se kemi patur kuriozitet për prodhimin e jo shqiptar, ne vazhdojmë sot e kësaj dite që le të themi që ta kërkojmë të re. Por nuk duhet na ngeci disku ke një apo ke dy produkte. Pra, le ta kulumtojmë tregun siç duhet, tregun ndërkombëtar. Faktori numër 2 është kush ka qenë hapësira në treg. Pra, në një farë mënyre një restorator shqiptar ka qenë disi jo fort komod me prodhimin shqiptar. Po pra, ne kemi një problem me produktet tona. Kemi një besueshmëri minimale. Po kjo si rezultat i prodhimit pas viteve 90 që kushdo që se kishte idenë se çfarë bënte, fillonte dhe thonte që kanë prodhu verë është pa hile dhe e kanë bë vet. Por e bëra vet nga një që nuk din, është më palë se po them është helm, sepse në një farë mënyre vera në vetvete mund të smuret, mund të krijojë dhe probleme të tjera, të cilat në një farë mënyre ndikojnë keq në organizmin e njeriu. Kështu që në një farë mënyre nuk kam se si të kem besim ke një person që nuk e ka iden dhe unë nuk mund ta konsumoj atë verë. Ndaj dhe restoratori shqiptar në një farë mënyre spari nuk donte që ti ulej vlera e emrit tij të mirë apo e gatimeve të tija si rezultati i një kombinimi të keq. Dhe së dyti që edhe ata që ishin në një farë mënyre ai donte që të kishte edhe një lloj reputacioni, hyrje ekonomike në fund fare, pra një lloj fitimi mujor që të ishte disi ndryshe. Sepse në qoftë se unë blija rastin e një vere X apo Y në Shqipëri me 300 lekë të reja apo 500 lekë të reja, sado që ta shisja do ta shisja i 100% që është 1000 lekë të reja. Por unë kur bleja një verë italiane, konsumatori kishte zero informacion dhe njohuri për çfarë po konsumon. E atëherë nëse unë blej 3000 lekë apo 4000 lekë apo ti mund ta shesësh shumë më shumë. E atëherë pak nga makutëria, pak nga mosbesimi, pak nga kurioziteti, thuajse u eliminua fare produkti tipik shqiptar dhe mbi të gjitha hapësira për produktin tipik shqiptar. Tashmë ka filluar të rifitoj terren dhe e ardhmja kjo do jetë tipike shqiptare. Natyrisht jo 100%, sepse tregu është i lirë. Nuk ka pse të jetë 100% sigurisht, por ka nevojë. Ne duhet të provojmë gjithçka. Por ka nevojë të shkojë aty ku meriton. 75, domethënë jo tashmë gjendemi me 30-35% të tregut. Por nëse ne do të arrijmë 60-70% tregut, besomni që nuk do ketë më probleme të tipit nuk kam treg. Pra, ato që ka thonë shpesh herë prodhuesi shqiptar. E rëndësishme është që cilësia e produktit të mos jetë nën standardet minimale apo bazike. E më pas natyrisht që kushdo do ta kërkoj prodhimin shqiptar. Aktualisht kanë një problem tjetër. Problemin e kostove të larta të prodhimit. Këtë kam vënë re, në fakt edhe unë. Po ta blejmë një verë. Që të jetë një produkt vendas që dal me një kosto relativisht të lartë. Po sepse shishën e blejmë nga jashtë. Pra nuk e kemi më industrinë e përpunimit të qelçit. Tapën e blejmë nga jashtë. Etiketimin dhe dizajnin e bëjmë nga jashtë, jashtë Shqipërisë pra. Pjesa më e madhe. Jo 100%. Packaging-u ose amballazhimi është komplet, ne jemi të varur komplet nga jashtë. Por te kësaj kemi edhe një gjë tjetër, që është aksiza dhe që është le të themi edhe taksa tjetër, që është taksa mbi vlerën e shtuar, që është taksë që i bashkangjitet aksizës, i bashkangjitet taksës qelçit, i bashkangjitet pra në fund fare është një kosto që del në fund pa verë brenda. Prodhuesi shqiptar ka një kosto prej 300-350 lekësh për shishe. Kjo është pa verë brenda. E atëherë nëse unë e blej jashtë Shqipërisë një shishe 350 lekë dhe po t'i vejnë taksat,
unë ndal gjithsesi më lirë se sa prodhuesi shqiptar. Shumë vërtet. E atëherë si e ndihmuam ne le të themi prodhuesin shqiptar që të mbijetojë në treg, jo të jetojë në treg. Pra, këtu pastaj do pare çik situata edhe ke pjesa e asaj që është Kjo është ajo që mënyra e duhet menaxhimit nga qeverisjet e ndryshme. Por prodhimi shqiptar, duke folur për sa i përket cilësisë, prodhimi shqiptar ka bërë hapa jashtëzakonisht gjigante. Dhe kemi marrë pjesë edhe në për aktivitetet ndryshme ndërkombëtare ku janë vlerësuar me çmime që mund të jenë nga çmimi i bronzit deri në çmime të arta. Këto nuk janë çmime të përditshme, e drejtë, e vërtet, por kjo nuk kupton dhe tregon që produkti ka një potencial të jashtëzakonshëm. Absolutisht. Si jemi ne me pjesën e verës që eksportojmë? Në çfarë raportesh? 15-20% e asaj që prodhohet eksportohet. Këto janë të dhëna që gjenden thjesht në databazet e doganave, kështu që është një gjë shumë e thjeshtë për ta kuptuar sa eksportohet. Eksportet deri tani janë akoma sporadike, nuk janë eksporte të vazhdueshme. Kjo edhe si rezultat i le të themi i një menaxhimi jo të duhur nga vetë prodhuesit, pra i mungon marketingu. Duke mos patur një iniciativë më madhore në rang në nivel qeveritar, unë shoh që prodhuesit kanë bërë tentativat e tyre për gjetur tek tuk ku kanë mundur. Tentativa private, ndërkohë që politikat e ndjekur janë politika jo fort të drejta, sepse spari nuk duhet t'i shohim si njërin të mamës e tjetrin të njerëzës. Gjë që kanë vënë re këtu në Shqipëri, pra që në një farë mënyre ka një dekadë që ndiqet. E më pas, në një farë mënyre nuk duhet që të alokohen resurse nga qeveria thjesht për një sektor caktuar, sepse edhe vetë sektori i verës ka lidhje edhe amballazhi me verën, por ka lidhje edhe marketingu me verën. Shtetet fqinje kanë bërë politika të veçanta për eksportin e produkteve. Marrim rastin e Maqedonisë. Maqedonia rreth 90% të produktit e shet jashtë Maqedonisë. Qoftë në tregun aziatik, qoftë në tregun perëndimor. Kjo si rezultat i politikave të shtetit Maqedonës, që ja rimbursonte transportin. Pra, nëse do më lehtësohej një barr si prodhues vere, në një farë mënyrë unë do ta kisha më të lehtë të vrapoja në tregun ndërkombëtar. Jo të ecja, po të vrapoja. Por kur unë i kam gjitha kostot mbi veten dhe në fund fare nuk njihet asnjë sasi e caktuar produkti thjesht për marketing, pra mos më taksohet thjesht për marketing, këtu jemi ke mbijetesa duhet të jetë fitore. Kështu që vërtet, politika nuk është ndjekur si duhet dhe nuk është marrë mendimi i ekspertëve për sa i përket. Kjo ndodh rëndomt. Dhe pasojat pastaj bien prapë mbi. Do na duhet një dekadë tjetër apo 2 derisa ta perceptojmë eksaktësisht, domethënë se por ndoshta bota e të nëzit më shpejt. Sa vlerën që meriton. Po, koha rrëshket. Le të rikthehemi pak tek produkti shqiptar. Por tashmë tek një produkt i prodhuar nga ju. Është një projekt prej disa etiketash që jemi duke bashkëpunuar me prodhues vendas dhe duam që të prodhojmë etiketa nga veriu në jug të Shqipërisë dhe kam arritur të le të themi të stilizoj apo 3 vera apo të prodhojmë 3 vera të veçanta. Një ver të bardhë dhe 2 vera të kuqe. Kjo që ju po provoni tani është një ver që e kam quajtur Serenata. Është një verë e prodhuar në rajonin e Korçës, kështu që në një farë mënyrë i shkon për shtat. Është emërtuar eksaktësisht sepse prodhohet në Korçë dhe aty është le të themi zanafilla e serenatave në Shqipëri. Siç edhe por serenata është shumë e gjerë, pastaj si term. Por për të patur një serenat duhet një që këndon e një që dëgjon në këtë rast apo jo. Dhe këtu në fakt kemi 2 kultivar, kemi kultivarin ndërkombëtar Merlot, që është një Merlot i veçantë, gjithmonë
rrënjë të mbjellura rreth viteve 70 dhe kultivarin tipik shqiptar Sheshi. I zonës i mbjell gjithmonë në zonat e qarkut të Korçës, pra zona e Leskovikut. Në këtë rast serenata është njëri dhe tjetri të ty bashkë bën një serenatë. Duke qenë se jemi këtu dhe produktin e kemi prezant, kështu që unë do kem kënaqësinë që ti të më japësh 2 leksione drejt për drejt, jo vetëm për mua, por për gjithë ato që do ta pinë serenatën. Spari, teknika e prodhimit është tradicionale, pra fermentimin në të kuq duke bërë 2 herë përzgjedhje të veshulve, pra të lëndës parë, një herë në vresh dhe një herë në kantinë. Kjo për të patur një cilësi sa më të lartë të verës, pra dhe një pastërti sa më të lartë të aromave, dhe më pas teknika është e fermentimit me temperaturat kontrolluara. Është fermentuar për rreth 3 javë në temperaturën 15 gradë Celsius, temperaturë fikse. Kjo për të arritur, le të themi, fermentimi është i gjatë në këtë rast, por për të ruajtur ato që janë karakteristikat e kultivarit. Aromat duhet të jenë të pastra dhe duhet të jenë le të themi të shprehura qartë dhe mirë. Ndaj dhe tek serenata kemi qenë shumë të vëmendshëm në atë që është lënda e parë e deri në fund fare, deri në taposje. Pasi është bërë fermentimi veshmas i kultivarëve, për një 9 mujor kanë qëndruar në cisterna inoksi, e më pas kemi bërë atë që quhet kupazhimi apo blendimi, bashkimi. I kemi vendosur në fuqia të mëdha që janë 5 hektolitëshe, pra fuqia druri 5 hektolitëshe, me dru të rinj për një vit, e më pas e kemi kaluar edhe një herë në fuqi inoksi, dhe ka qëndruar aty rreth 6 muaj, e më pas bëhet mbushje në shishe dhe duhet qëndrojë të paktën 6 muaj të tjera në para se sa të dali në treg. Kjo është procedura teknike e prodhimit të serenatës. Për sa i përket etiketimit, është që ka prap lidhje me Korçën. Ato kjo është më bën të kuptoj. Le të themi, është një nga punimet e një nga ikonografëve, një piktor i veçantë shqiptar, Ledar Gramu, që vërtet e falenderoj për këtë gravurë që ka bërë dhe është një nga ata nga ata piktorë që kur ti bashkëbisedon, ai merr ato ai ka krijuar idenë se çfarë do të bëj. Dhe brenda pak kohe ai ta përkthen idenë, ta përkthen vepër. Dhe kjo ishte një nga ato vepra fantastike që kur e kemi dërguar pastaj për i punim, më kanë përgëzuar edhe ata që e kanë prodhuar etiketën. Kështu që shumë e bukur në fakt. Vërtet është domethënëse për qarkun, për Shqipërinë dhe për stilin e verës. Kështu që kjo si verë. Po, Spari ka një ngjyrë rubini theksuar vere. Dhe kjo tundja e gotës bën që ne t'i japim pak energji për evaporuar disi alkooli dhe të na sjellin vetvete edhe aromat që vera ka. Dhe po ta nuhasim fakt. Aromat janë erëndjellse do të thoja, pra të bën që ta nuhasësh më shumë e më shumë. Aroma frutash të pjekura. Ato aromë të përcijave. Në fakt aroma e kundës të pjekur, aroma e oshafës, e marmelatës, e mollës starkinge dhe ka aromat e ëmbla, si është rasti i lules tharë të akacjes. Dhe pak pickuese në hund, si është rasti i piperit kuq. Kështu që kjo është një verë goxha komplekse. Mua do më pëlqente që ta shijoj një klëngë verë dhe ta perceptoj sa e mëndaftë është kjo verë. E gjithë procedura e prodhimit verës është bërë enkas që kjo verë mos jetë agresive në shqis, pra mos jetë agresive në gjuhë, por t'jetë gjithë përfshirëse. Pse më jep të një si aromë trëndafili? Në impaktin e parë, pasi keni gëlltitur pak, ka këto aromat e luleve të thara. E më pas vijnë gjithë aromat e tjera. Është një kompleks. Dhe një glëngë verë
të rikthehet. Sa më shumë të qëndrojë shija e verës, aq më cilësore duhet jetë vera. Unë shpresoj që kjo të qëndroj shumë. Kjo është vera është art më vete, po edhe mënyra edhe puna e jashtëzakonshme. Po megjithatë që ti përmendën në fakt pak më parë, unë po mendoja me mendje se sa të pavëmendshëm jemi ndonjëherë ndaj sa letë që me marrim në një produkt, thjesht konsumatori, pa kuptuar se çfarë fazash ka kaluar, çfarë investimi, çfarë mundi ka aty brenda. Edhe për këtë duhet jemi shumë më koshient edhe të jemi pak më vlerësues minimalisht ndaj produktit tonë. Unë do të thoja që spari duhet jenë të vëmendshëm ke mënyra se si konsumojmë. Sepse vera nuk është ujë. Dhe nëse ne jemi të dehidratuar, mjafton që të konsumojmë ujë. Dhe vera është shoqëruese e ditës, por jo ajo shoqëruesja e përhershme. Kështu që duhet konsumohet në fakt gjatë vaktit dhe duhet konsumohet e moderuar. Si e moderuar? Natyrisht që duke gëlltitur një glëng verë dhe jo gjysmë litri verë, në fund fare ne fillojmë dhe perceptojmë çfarë ka. Pra tek vera ne duhet i kërkojmë. Ne nuk jemi duke pirë një lëng frutash që e dim që këtu flasim për po di un lëng lule shtrydhesh. Që ti do pastaj ta zbërthesh dhe ta interpretosh. Pra në rast se ti kulumton për verën, e kërkon tek vera, e atëherë edhe konsumi do jetë më i pakët dhe do jetë më cilësor. Kështu që në fakt vera nuk duhet konsumohet në masa, le të themi, ka një shprehje në Shqipërinë e mesme, vena pa frena. Kështu që duhet me pas kujdes, sepse në një farë mënyrë alkooli të jep një lloj euforie që në fund fare e gjen veten që spari duhet jemi të kujdesshëm edhe gjatë lëvizjes, sepse është e pamundur që masi kemi konsumuar 2-3 gota verë të këtu i bëj thirrje të gjithëve që duhet jenë shumë të vëmendshëm, pra nuk duhet përdoren automjete, sepse reflekset njerëzore bien dhe jemi shkak ndoshta për aksidente, jo vetëm për veten, por edhe për tjerë. Për këdo. Dashi, përveç se me verën, ti je një njohës shumë i mirë edhe me pjesën e kuzhinës. Sa të rëndësishme do ta konsideroje pjesën e abinimit verë ushqim? Është kulminantja e kulturës enogastronomike, sepse në rast se bëjmë kombinimin e gabuar, jo vetëm nuk do na pëlqente vera, por do kritikonim edhe atë punën e jashtëzakonshme që mund të ketë kryer një shef. Kështu që është jashtëzakonisht e rëndësishme që unë nuk them që duhet bëjmë patjetër kombinimet e përkryera. Është shumë e rëndësishme mos bëjmë kombinimet e gabuara. Pastaj nga dalë, natyrisht që shqisa jon do hollohet dhe nga dalë dhe vetë trupi ynë do na kërkojë produkte akoma më elitare. Por shumë e rëndësishme mos bëjmë kombinimet e gabuara. Dhe prandaj themi që restoranti ka nevojë për një sommelier. Absolutisht e drejtë. Nëse çdo restorant do kishte spaku një sommelier, unë nuk pretendoj që të ketë skuadër sommelier, sepse varet edhe spaku një kombinim të menusë verave me menun e ushqimit. Patjetër që po. Dhe duhet që në një farë mënyrë të konsultohen që ajo çka është lista e verave që një restorant duhet ketë, e cila nuk duhet jetë një fletushk në 4 riga, në 4 rrjeshta, por duhet jetë siç është një libër, siç është një roman në fakt. Duhet patjetër që të ketë për bazë atë çka është gatimi sezonal. Pra minimalisht një herë në 6 muaj edhe lista e verave duhet të përditësohet. Minimalisht në 6 muaj. Dhe nuk mund të jetë e njëjta listë në shumë vite. Këtu nuk po flasim për atë çka është qilari i një restoranti, nëse e ka. Sepse duhet që verat saktuara mund të vjetrohen. Por fakti është që këtu restoratorët nuk dinë çfarë të marrin, çfarë të vjetrojnë dhe kushtet se si ti vjetrojnë nuk diskutohet. Është e pafundme. Një pjesë e mirë nuk kanë as qilar dhe i lejmë verat në situata komplet anomale. Të ekspozuara ndaj çdo në diell, në temperatura krejtësisht të gabuara, ndoshta nuk i kanë.
Absolutisht. Dhe të gjitha këto sjellin çfarë? Mungesë shërbimi. Po kur ke mungesë shërbimi, natyrisht që do kesh edhe mungesë në fund fare në fund muajit të letimit të xhiros. Kështu që një somelier do bënte atë që është administrimi i gjitha pijeve në fakt. Dhe ai mund bëj qoftë first in e first out, pra blej diçka sot për ta konsumuar këtë muaj, por dhe për blerje afatgjata. Pra, në rast se unë blej produkte të caktuara për vjetrim, që mund t'i shes edhe mas 5 apo 6 apo 10 viteve. Sepse këto produkte marrin vetëm vlerë. Investimet e vërteta dritë gjatë, ne, sido që t'jetë. Investimet e vërteta janë o në piktura të veçanta, ose në xhoele, ose në verë. Fatkeqësisht në sektor nuk ka kaq larg pamës. Kjo për efekt se në sektor është futur gjithkush dhe jo profesionistët. Dhe jo ato që kanë vizion për të shkuar diku, por ato që kanë investuar e drejtë. Sot për Unë sot. shpresoj që Për një hobi, për një mundësi që ju është dhënë etj. Megjithatë, shpresojmë që kjo do të na vlejë për mirë për të rritur nivelin ton të gastronomisë, por edhe për ta vlerësuar më shumë atë që është i Shpresojmë fushës, i duhur dhe profesionisti. që njerëzit fillojnë dhe ta mendojnë disi më thellë. Le të themi që investimet tani më duhet bëhen në këtë sektor, sepse ja ta zëm se ju jeni kliente dhe ju vjen një somelier i cili ju shpjegon që me gatimin që ju keni zgjedhur do ju këshillonte një kombinim të caktuar me verat. A do ta pranonit ju këshillën e këtij profesionisti apo ju mjafton të thjesht një kamarier dhe mjafton që ju zgjidhni një verë dhe kaq? Në mënyrë absolute, po. E atëre besomni që keni në restorantin tuaj, nëse ju do ishit le themi pronari i një restoranti, do kishit të paktën 35% të xhiros në verë më shumë se sa ato që normalisht po bëhen. Dhe kjo çfarë do bënte? Nuk është çështja që i shitëm dikujt një shishe më tepër, por kënaqëm dikë Klientin për në formën e duhur. Dhe kështu i japim kulturën e duhur. Dhe këtë bën somelieria shqiptare. I jep rrugën e drejtë, pra i shpjegon rrugën e drejtë se si duhet që përtej asaj që krijohet emri i mirë i restorantit, se si duhet që të trajtohet vera dhe profesioni i somelierit brenda një restoranti. Sepse në fund fare është një situatë fituese për të dyja palët, në fakt për të gjitha palët. Po i pari që fiton është klienti, që fiton një shërbim më të mirë, që fiton eksperiencë, kosto më të lira, sepse më mirë 3 gota verë të ndryshme se sa një shishe verë e cila është vërtet e shtrenjtë. Pra në një farë mënyre tu dalim të fituar të gjithë. Por kjo është rruga e duhur. Dhe jo rruga të shohim çfarë do ndodhi nëse unë veproj kështu. Në rënje të lirë. Dy etiketat e tjera? Etiketat e tjera, njëra është e prodhuar me 100% debim nga zona e Leskovikut, gjithmonë në krahinën e Korçës pra, në qarkun e Korçës, dhe e kemi quajtur Karnavalet. Dhe ajo është një etiket e cila tashmë le themi kërkohet me emrin e saj. Dhe një tjetër është një verë le themi me një kujdes akoma më të veçantë, e prodhuar me kultivarin Mavrut, i cili shkon 50 deri në 55%, pastaj Cabernet Sauvignon dhe Merlot të përzgjedhur. Dhe këtu kemi patur një kujdes akoma më të lartë për të prodhuar një verë jetë gjatë. Jetë gjatë në kuptimin e verës që pra secila nga etiketat ka një filozofi të caktuar. Të caktuar, absolutisht po. Dhe i është vënë emri Shëngjergji për nder të katedrales së veçantë që ka patur, katedralja e Shëngjergjit që ka patur në Korçë, e cila tashmë nuk ekziston, por shpresojmë që dikush ta mendoj që t'i rikthehemi. Ka qenë si një Notre Dame e Shqipërisë, le ta quajmë. Dhe Shëngjergji është një verë që ka një kosto prodhimi relativisht lartë, por që justifikon me ka një sasi shumë të limituar, se po flasim për 2000 shishe verë gjithsej. Madje në një vit nuk do ketë fare, sepse nuk ka qenë një vit i brisht dhe nuk e kemi patur mundësinë që të arrinim
për ta prodhuar, se kur nuk është cilësia e lëndës parë nuk kemi që diskutojmë më, kështu që nuk është prodhuar atë vit, por kam patur fatin dhe nderin që të marr lëvdata nga profesionistët MNZ në konkursin e somelierisë që u zhvillua vitin e kaluar në formë të fshehtë, pra pa i treguar etiketën se çfarë ishte, ju kam dhënë nga një gotë verë disa kampionëve të Europës dhe të botës. Dhe ata e kanë vlerësuar produktin për atë çka ishte. Kur i kam treguar se çfarë ishte, kanë ngelur të çuditur dhe të mahnitur. Dhe kjo si rezultat i asaj që është cilësia e produktit. Kështu që jam vërtet krenare që kemi arritur cilësi kaq të lartë. Që meriton të jetë në restorantet më të mira, jo vetëm brenda Shqipërisë. Shpresoj kam patur në fakt disa kërkesa, madje kjo e fundit ishte në Angli që sa prodhohen dhe sa mund të kemi ne nga këto që prodhohen. Dhe besoj që shumë shpejt do kemi edhe zhvillime në nivele ndërkombëtare. Por pa e lënë tregun vendas bosh. First in time, first in right. Kështu që le të shohim se si do funksionojë. Më mirë një verë e mirë me një person jo dhe aq të dashur, apo një verë jo dhe aq e mirë për një person të dashur? Më mirë një verë e mirë, duke pritur që personi të jetë personi i duhur. Sepse shpesh ne themi që verën e bën miqësia, personi që ke përballë, personit me të cilët ti e pin. Sa ndikon kjo? Vera zbut shpirtrat, kjo nuk diskutohet, madje ka një shprehje, kam lexuar në Bibël, jepni një glëng verë atij që ka hillësi në shpirt. Kjo për të zbutur shpirtrat, nuk diskutohet, por që vera ndikon për mirë deri në një farë mase, sepse në një farë mënyre nuk duhet kalojmë atë masën e të qenit jo i dehur, e kam fjalën. Sepse pastaj varet se si e kap shkon situatën, por gota e verës është, le të themi, ftesë për miqësi, ftesë për dialog dhe ftesë për ta jetuar jetën. Për të shijuar momentin me personin që ti e ndan. Pikërisht. Pastaj vera është si ato gëzimet që duhet ndahen, sepse kur ndahen shumë fishohen. Kështu që në mënyrë absolute. Gëzuar. Dash, edhe shumë kënaqësi që të kisha sot pjesë të Food Lovers për të ndarë jo pak informacion, edhe pse nuk është asnjëherë mjaftueshëm. Por sigurisht keni jeni dhe të vazhdoni të jeni për të na ndarë informacion, edukim dhe për të kontribuar sa më shumë të mundeni në këtë sektor. Me shumë kënaqësi dhe vërtet ju përgëzoj për gjithë punën gjigande që ju si persone bëni, por dhe le të themi si shoqat keni ndikuar në nivel kulturor në atë që është jeta shoqërore shqiptare. Kështu që vërtet ju përgëzoj. Shumë faleminderit. Kjo është një punë e vazhdueshme, është një punë që bëhet me ato gur, por që të gjithë bashkë, secili në atë që di të bëjmë më mirë, unë jam e bindur dhe kam besimin që do të shkojmë shumë tepër dhe shumë më lart se që jemi sot. Nuk do na mungoj kurrë dëshira për bashkëpunim. Faleminderit. Me të gëzuar.